Partitë politike a do të garojnë të vetme apo do formojnë koalicione? Kësaj dileme partitë politike duhet t'i japin përgjigje zyrtare përkatësisht deri me datën 30 nëntor. Donse deri me tani nuk ka ndonjë lëvizje në këtë drejtim që mund ta surprizonte skenën politike kosovare. Sipas ligjit, çdo parti politike e cila synon të marrë pjesë në këtë zgjedhje ka detyrim ta njoftojë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për këtë garim. 30 nëntor 2025 është afati i fundit i dorëzimit për këtë njoftim. Çka do të thotë që partitë deri në këtë datë duhet të deklarojnë nëse dojnë të garojnë apo jo në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, partitë politike të cilat janë të regjistruara në KQZ dhe të cilat duan të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme përmes koalicionit, duhet ta njoftojnë KQZ-n, respektivisht Zyrën për regjistrim, certifikim dhe kontrollin financiar të subjekteve politike, se duan të marrin pjesë në këto zgjedhje në këtë mënyrë. Koalicioni mund të ndërtohet nga së paku 2 parti politike. Partia politike nuk mund të tërhiqet nga koalicioni pasi të jetë certifikuar derisa rezultati i zgjedhjeve të certifikohet nga ana e KQZ-s. Gjithashtu, partia politike e cila është antare e koalicionit nuk mund të marrë pjesë si antare në një koalicion tjetër apo dhe si parti e veçantë në të njëjtat zgjedhje. Gjithashtu, me 30 nëntor është afati i fundit i partive politike që ta informojnë KQZ nëse nuk duan të certifikohen për pjesëmarrje në këto zgjedhje.